Kur Zoti të nderon bota hesht. Mojsi, hiqi sandalet e tua, sepse toka që po shkel është e shenjtë. Prania e lartit bëhet burim, shenjtërimi për çdo gjë. Fort lumturi, hirësi, etër të shenjtë, diakon të hirshëm, jeropsal të përndershëm, populli i Perëndis, vëllezër dhe motra më Krishtin. Sot kisha nderon Shën Joan Theologun, një nga të 12-tët, që i vetmi nga apostujt që mbylli jetën e tij toksore në paqe, në moshë të thellë dhe personin që na la disa pasuri, Ungjillin, letrat dhe librin e fundit të Biblës, i quajtur Apokalips, në të cilin na qartësohet se kush e ka fjalën e fundit në histori. Varri apostullit të dashur mbeti bosh pas fjetjes së tij. Bosh dhe tokës ju hoq kënaqësia që ta treste trupin e tij. Sërish, ai vend preje për pak ditë nuk mbeti pa rëndësishëm. Një shtres mane zbriti mbi atë vend dhe për njerëzit u bë një burim shërimi. Zoti nuk e harroi për kushtimin e Shën Joanit, i cili u kujdes për lindësen pas largimit të Zotit në qiell. Një urt më ka thënë këto fjalë: Zoti nuk i mbetet në borxh askujt. Sinaksarët e kishës son janë një thesar i madh, si të krishterët duhet i lexojmë, sepse njihemi me ngjarjet që kanë ndodhur përmes personave që Zoti i nderoi. Njeriu i sotëm kërkon të shohë çuditëra për të shuar etjen mbi të gjitha, si do bë që është, edhe të shuaj kureshtin e tij. Përpiqemi të kthejmë kokën pas në vitet e mbara pas lirisë së besimit. Si ishte vendi ynë, si ishte gjendja jonë shpirtërore, si ishin vetë fytyrat tona, sa uri dhe mungesa kishte ky popull. Ikona e Perëndis jetoi në errësirë për vite të tëra, Perëndia nuk na harroi. Në vitin e mbrapsht 67, epidemia ateiste ngriti brezin e ri dhe duke injektuar helmin e gjarpërinjve të shkretëtirës, bëri që vetë duart e të rinjve të rrëzonin për tokë ato vepra monumentale që vetë paraardhësit e tyre pa të ngritur me mund, djesë dhe për kushtim, për lavdi të Perëndis, gjithashtu edhe për shërbim ndaj tyre. Sa njerëz u hidhëruan, sa sy derdhën lot në atë ditë, sa zemra u tronditën duke mbarë siç dukeshin kishat e Perëndis. Në sytë e tyre tragjedi, në sytë e të tjerëve triumf. Ne këtu jemi dëshmitar të ringritjes së kishës nga varri, një vepër titanike që tregon se Perëndia nuk na harroi. Vuri dorën e tij mbi këtë tokë edhe vend, edhe solli një njeri konkret, apostullin e kohëve moderne, kryepiskopin Anastas. Punët nuk bëhen vetë. Hiri Perëndis bekon atje ku ka përpjekje dhe vullnet të mirë. Le të qëndrojmë për pak kohë dhe të mendojmë gjithë secili prej nesh, ku ndodhesha në ato vite, si ishte gjendja im në atë kohë, sa mundësi kisha për të plotësuar ëndrat dhe dëshirat e mia. Kisha e Krishtit na dha një mundësi të artë, reale, të prekshme. Sa bukur e thon psaltët. Të gjitha i jep Shpirti i Shenjtë. Sa qartë e thot Davidi, mbret, kullosja delet e atit tim, Zoti më mori. Sauli u nis të kërkonte gomarët e atit tij, por Zoti e bëri mbret. Le të kultivojmë gjendjen e falënderimit në brendin tonë, që të mos na ftohet zemra, dhe ngadalë të besojmë që gjithçka ndodhi rastësisht. Po nuk pat çudi, nuk besoni, ju thot Zoti i Nazaretasve në Ungjill. Mirë po, le të shikojmë ato që na ndodhen të gjithëve. Sot ne kemi një institucion, si Akademia Teologjike dhe Kolegjin Logos, që na japin mundësinë për të marrë dituri dhe arsim në shkrimin e shenjtë, dhe jo vetëm. Gjyshrit tanë dikur gëzoheshin të paktën të dinin ati ynë dhe besojnë në një Perëndi. Fëmijët arsimohen në shkollat e kishës, të veglit në kopshte. Katekizmi bëhet kudo mundësohet, pavarësisht vështirësive. Fjala e Perëndis dëgjohet në gjuhën që kuptohet. Perëndia lavdërohet me anë të psaltëve që arsimohen nëpërmes shkollës së muzikës.
Librat me aq mundësi dhe përpjekje botohen. Njerëzit e sëmur në përkujdesjen e qendrës diagnostikuese ndihmohen dhe trajtohen. Ja pra mana që qëndronte në varrin e Shën Joan Teologut. Apostull Pavli thot, jini të esull. Pra, të vlerësojmë çdo gjë që Zoti na dha si dhuratë për shpëtimin tonë. Pyet njeriu i sotëm, çfarë fitim kam nga kujtimi i gjithë këtyre? Si nuk e o njeri? Pak na duket bukuria e kishës, pak na duket liturgjia që bëhet, pak na duket dituria që marrim, pak na duket qetësia që përftojmë nga lavdërimi i Perëndis, pak na duket ngushëllimi që vjen tek ne nga fjala e etërve të shenjtë, pak na duket që njohëm dritën e besimit, pak na duket që emri i kishës son të quhet kudo në botë, pak na duket që mbajmë emrin e të nderuar i Krishterë. Ku do të ishim pa kishën në errësirë, ku do të ishim pa liturgjit në shurdhësi, ku do të ishim pa diturinë e etërve në analfabetizëm shpirtëror, ku do të ishim pa qetësinë në humbëtir, ku do të ishim pa ngushëllim në lotë dhe pa preje, ku do të ishim pa emrin e mirë të kishës son, të panjohur, ku do të ishim pa emrin e Krishtit në abisin e pabesisë. Vëllezër dhe motra më Krishtin, kjo e kremte që na kam mbledhur sot për të gjithë është jo vetëm një ditë adhurimi, por mbi të gjitha për të mos haruar ato çudi që Zoti bëri atëherë, por që akoma nuk ndalon se bëri tani. Brenda njeriut fle një bishë e çuditshme dhe rrezikshme, që ka emrin shumë të thjeshtë, shpirti i ankesës. Zinxhiri më i mirë për ta lidhur është kultivimi i ndjenjës së falënderimit. Vitet e shkuara në akademi, një student i bëri një pyetje kryepiskopit Joan. Tërësi, nuk kemi libra të përkthyer, si do ta bëjmë? Përgjigjja ishte thjesht, ju do t'i bëni sepse juve ju ka thirrur Zoti. Kryepiskopi Anastas e pyetën dhe i thanë që të bëhen të gjitha këto që thoni, nevojitet një mrekulli. Përgjigja ishte thjesht dhe lakonike. Patjetër, ne besojmë në një Perëndi që bën çudi. Vëllezër dhe motra më Krishtin, le të jemi me këmbë në tokë, si thot edhe populli. Le të shfrytëzojmë për mirë dhe për dobi këto burime që kemi. Perëndia na i ka dhuruar neve. E kremtja të jemi të përgjegjshëm dhe të ndershëm, sepse sytë e Zotit nuk flen, çdo përpjekje vlerësohet. E kremtja e sotme ka në vetvete dhe një gëzim të madh, sepse na ka mbledhur të gjithë së bashku dhe na jep mundësinë që të lutemi jo vetëm për vete, por për të gjithë të tjerët që të njohin dhe kuptojnë që Perëndia është dashuri. Amin.